Mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Sfida Rinore, ku sot do të flasim për artin, pasionin dhe skenën që i bashkon fëmijët me publikun në mënyrën më të bukur. Të ftuar sot janë 3 aktorë të vegjël, nxënësit e mësuese Dorina Selfos dhe rrethin e aktrimit në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Fato Berberi. Atëherë, ata na emocionuan kësaj radhe me lojën e tyre skenike në shfaqjen për fëmijë kur festojnë një ditëlindje. Sot janë me ne Bufi, Pata Bardoshe dhe Lejleku, 3 personazhe që i dhanë jetë një shfaqje të mbushur me ngjyra, ritëm dhe mesazhe të bukura, dhe unë do t'i le të prezantojnë vetë dhe rolin që kanë patur secili. Unë quhem Martea Avduli dhe kisha rolin Pata Bardoshe. Unë quhem Veledim Peca dhe roli im ishte Lejleku. Unë quhem Altea Bineri dhe roli im që Bufi. E para, ju falenderoj shumë që jeni sot me ne në studio dhe ju uroj shumë suksese për shfaqjen, pasi unë e pash edhe si një shfaqje për fëmijë, u kënaqa shumë, u bëra pak fëmijë, po që çfarë si ka kjo. Do fillojmë me pyetjet atëherë? Po. Okej. Atëherë, si u ndjet kur dolët në skenë për herë të parë? Dhe këtë e dua nga secili prej jush, sepse është diçka secili e përjeton ndryshe. Fillojmë? Po. Kur vajta në skenë për herë të parë, u ndjeva shumë e emocionuar dhe mu duk një eksperiencë shumë e bukur dhe një eksperiencë e re. Do doje ta provojë prap? Po. Okej. Kur shkova për herë të parë në skenë, ishte një ndjesi e re që nuk e kisha provuar kur. Gjithë ata njerëz dhe gjithë ajo hapësirë e madhe ku pushtonte hutimi. Tani që unë jam përshtatur me këtë skenë, e di shumë mirë dhe emocionet nuk Të pengojnë më. Nuk më pengojnë asnjëherë. Okej. Unë isha emocionuar dhe pak e sigurt e vetja. Okej, do me thënë kishte edhe sigurim brenda vetes tënde që doja dilje. Po. Është gjë e rëndësishme kjo kur hipën në skenë. Pasi nëse se ndonjëherë nuk ke ato frerët e vetes tënde, mund të dalë jashtë kontrollit. Po. Atëherë, cili ishte momenti që u pëlqeu më shumë në pjesën kur festoje një ditëlindje? Momenti që mua më pëlqeu më shumë në pjesën ku festoj një ditëlindje ishte kur Bufi ëndërronte për të gjitha ato ushqime që i hante. Kjo që edhe pjesa ime preferuar? Po, e vërtet. Pjesa ime preferuar gjatë shfaqjes ishte pjesa kur ne e mundëm dhelpra. Okej, triumfi në fund fare. Pjesa ime preferuar ishte kur motrat Pata mua më dhanë sekretin dhe unë ja thash dhelprës pa e ditur që ja thash dhelprës. Okej, për mua që kam parë pjesën është diçka normale për të dëgjuar, por mund ta shpjegosh pak më shumë për ata që nuk e kanë parë teatrin. Motrat Pata mua më dhanë një detyrë që të shpërndaja ftesat e Lejleku dhe të Rosa, por nuk do t'ja thosha dhelprës. Unë nga budallëku ja thash dhelprës pa e ditur. Do me thënë pa dashje. Po. Okej, në rregull, ti Bufi u mërziti që ja the pa dashje dhelprës apo nuk e vure re fare? Po, u mërzita se në fund e bëri atë çka kishte për të bërë dhelpra. Okej, në rregull. A ju ka ndodhur ndonjëherë të gaboni gjatë provave? Po, mua më ka ndodhur disa herë të gaboj gjatë provave, për shembull të harroj ndonjë fjalë ose të bëj ndonjë veprim gabim. Patjetër, sepse ne nga gabimet mësojmë. Edhe pa ato gabime që ne nuk do bënim, nuk do ishim aq të zot sa jemi sot. Okej. Po, kam gabuar në prova sepse kisha harruar një fjalë dhe thash, po gabova përsëri, do ta gaboj dhe në shfaqje. T'ju them një sekret të vogël që e dim vetëm aktorët dhe ata që futen në skenë. Askush nuk e di pjesën tuaj, kështu që kur gaboni, thjesht improvizoni. Është një fjalë që quhet improvizim. Improvizuat ju ndonjëherë në shfaqje? Po. Po. Si për shembull? Nuk ka nevojë të çosh dorën. Në aktrimin e parë që bëra unë harrova që të zhvishesha. Okej. Se kishte ardhur Cila ishte shfaqja e parë? Shfaqja e parë ishte Miruku dhe shokët e tij. Okej, dhe ti kishe rolin? Unë kisha rolin e Mirukut. Djali i llastuar. Okej. Ishte pranverë dhe unë isha akoma me rrobat e dimrit. Por unë do t'i kisha hequr ai që në pranverë ngrohtë, por improvizova dhe bëra sikur nuk e dija që ishte pranverë, edhe u zhvesha në skenë. Okej. Është gjë e bukur. Ju të tjerët? Unë nuk kam gabuar vetë, po kam ndihmuar të tjerët kur kam gabuar. Okej. Po, dhe unë nuk kam gabuar, po kam ndihmuar të tjerët.
Okej, mua për shumë më ka ndodhur diçka e tillë në shfaqjen e parë fare që ne kemi bërë me mësuese e Dorin, se kam qenë edhe unë se mësuese Dorin. Shfaqjen e parë fare që kemi bërë, ne kishim unë dhe një shoku im të cilët kishim rolet kryesore, kishim një huq shumë të madh. Një moment haronim që të merrnim çantat pasi i linim tek stoli. Dhe kur kemi shkuar në Berat, në festivalin teatral të fëmijëve, e bërëm përsëri këtë gabim që gjatë gjithë kohës thoshim kësaj here nuk do i lëm dhe pik. Kësaj here do i marrim çantat, do i vëmë në vendin e dur. Prap i haruam dhe djali mësedori që po ashtu pjesë e rolit, Davy, cili prezanton këtu bashkë me mua për që s'është sot këtu. Davy del në skenë dhe për të improvizuar, për të na nxjerrë nga gjithë ajo që bëm ne se na duheshin çantat të futeshi prap, del dhe thot, thot, prap ja ruan çantat, sa vetëm këta harrojnë, thot, dhe u krijua një situatë shumë gazmore, domethënë. Dhe sepse në fund fare do kishim dalë atje, do i kishim marrë fshehuras dhe do dukej shumë keq, po që ja dolëm në një farë pikë. Po që më ka ndodhur shumë shpesh. Dhe besoj se improvizimi në skenë është gjëja më e bukur që mund të ndodhi, është adrenalin. Okej, vazhdoj me pjesën tjetër. A ju pëlqen ta vazhdoni teatrin? A e shikni si një profesion të mëtejshëm apo thjesht si një, le të themi, diçka për të kaluar kohën? Unë teatrin mendoj që mund ta vazhdoj edhe kur të rritem, por nuk e shikoj si një profesion, e shikoj si një pasion. Okej. Gjithashtu si shoqja ime, unë shikoj teatrin si një argëtim për të kaluar kohën. Unë kam menduar që kur të rritem ta kem një pasion dhe po ashtu një profesion. Okej. Do me thënë kemi një aktore dhe 2 aktor amator. Shaka. Atëherë, a keni luajtur ndonjë pjesë tjetër teatrale më përpara? Për shembull, Velu na përmendi që ka luajtur Mirukun. Përsëri me mësedori. Ju? Të tre ne kemi luajtur Mirukun, kemi qenë personazh të ai. Okej, se unë Mirukun nuk e kam parë atëherë. Po? Ishte një teatr më i gjatë se ky që bëm këtë herë, ishte edhe pak më i vështirë sepse duhet të zhvisheshim pas çdo skene, po ishte shumë argëtues. Okej. Ajo ka qenë shfaqja e vetme që keni bërë para kësaj? Po. Okej, në rregull. Atëherë do me thënë jeni akoma në hapat e parë. Po. Okej, si u zhdukur deri tani? Shumë argëtues. Po i lodhshëm? Po, sepse çdo teatr ka mendimet e veta. Po, është e vërtetë. Siç themi ne, punat e ditë të fitojnë pakës dritë. Po, shumë mirë. Atëherë, si janë provat me mësuese Dorin? A ju duket një udhëtim i bukur? Provat me mësuese Dorin janë shumë argëtuese, pak të lodhshme ndonjëherë, sepse teatri ka ato të vetat, por Patjetër që ka qenë argëtues. Po, ka qenë shumë argëtuese dhe më duket, mua personalisht, më duket si një udhëtim i bukur gjatë rrugtimit tonë artistik. Okej, shumë bukur. Ju ka bërti të dojnë që mësuese Dori? pak ndonjëherë. Të vërtetë? Ndonjëherë ku gabojmë, po. Ndonjëherë? Gabojmë ndonjëherë. Wow, Po e përsërisim shumë herë një gabim. Na bërti se gjithmonë. Jo ndonjëherë. Ndonjëherë, po kur bëjmë gabime ne përsërisim përsëri derisa ta bëjmë saktë. Mësuesja na ka bërtitur, por gjithmonë për një shkak të mirë. Normal, asnjëherë për keq. Po. Okej, atëherë. A ju merr malli kur nuk keni prova apo shfaqje? Po, mua më merr shumë malli kur nuk kam prova ose shfaqje, sepse ishin një pjesë e ditës që gjithmonë argëtohesha, edhe ndryshohej gjithmonë dita, nuk ishte gjithmonë e njëjtë. Të duket si bosh, ë? Po. Të duket sikur s'ke ç'bën, një melankoli. Sidomos tani që është verë. Po, e di. Unë për shembull, pas çdo shfaqje që bëj, kam një periudhë melankolie brenda vetes, sepse nuk kam se çfarë bëj. Ose më saktë kam shumë gjëra për të bërë, por isha mësuar me atë rutinën edhe të teatrit, edhe kur del nga skena pastaj që nuk shkon më atje, kujton gjithë ato momentet e bukura që keni kaluar bashkë me aktorët, bashkë me mësuesen ose regjizoren. Po. Do me thënë jeni kënaqur. Po. Sidomos që tani ne kemi marrë pushimet tona dhe ka për të na munguar shumë. Thonjë mësuese Dori që ta vazhdoni dhe tani gjatë verës. Po, mua më merr shumë malli kur nuk bëjmë prova, pasi tani teatri është bërë pasioni im. Është bërë pasioni im. Po. Do me thënë ti nuk e kishe në fillim pasion kur je futur. Jo, e kisha, më pëlqente shumë. Okej. Do me thënë, i e futur, sepse e kishe pasion dhe tani thjesht është rritur ai pasion. Do të thënë ka qenë dhe është. Okej, në rregull, shumë bukur.
Cili është personazhi që do kishte dashur të luanit përveç atij që kishit? Personazhi që unë do të doja të kisha luajtur përveç këtij që kisha, ishte Dhelpra, sepse ajo ishte shumë dinake, ishte më e zgjuar se Bufi në një formë dhe mu duk personazh i bukur. Okej, do doja ta kishe luajtur Dhelprën. Më pëlqeu edhe ky, po edhe ai shumë i bukur ishte. Okej, në rregull. Përveç personazhit tim, unë doja të luaja personazhin e Bufi. Bufi. Sepse më duke i shumë argëtues dhe shumë, do me thënë që i impresionoj gjithmonë, që i bënte fëmijët për të qeshur, që për shkak të llafologjisë së tij dhe për shkak të argëtimit që shfaqte ndaj fëmijëve. Okej. Dhe mua doja të luaja rolin e Dhelprës, sepse ajo është dinake dhe e zgjuar. Okej, në rregull. Me thënë ju pëlqen të vini pak, të bëni pak lojën. Po. Okej, në rregull. Atëherë, tani dua të di nga të tre ju se çfarë mesazhe keni secili për ata fëmijë të cilët janë pak të ndrojtur ose ndoshta nuk kanë atë kurajon për të ngjitur në skenë, por që kanë shumë pasion teatrin. Për këta fëmijë unë do t'u jepja mesazhin se ta provojnë këtë eksperiencë, sepse është një eksperiencë shumë e bukur, argëtuese, pak e lodhshme, por Ja vlen në fund. po. Okej. Për fëmijët unë mendoj për ata që kanë turp të ngjiten në skenë ose frikë në disa raste, ta ndinë skenën si në shtëpinë e tyre, kur frika dhe emocionet nuk hyn asnjëherë. Okej. Unë do t'i thosha që të ngjiten në skenë, pasi skena është një si vend argëtues dhe ta quajnë sikur Ku ne shfaqim talente. po, që të shfaqin talentet e Po jap vetë. dhe unë një mesazh atëherë. Për mua për shembull, skena ka qenë po ju jap dhe juve. Për mua për shembull skena ka qenë si një shpëtim nga realiteti, do me thënë fakti që mos se dori gjithmonë nuk e din nëse ju a ka thënë, vishni rrobat e personazhit. Ju a ka thënë ndonjëherë? Po, Po. gjithmonë ai ka thënë. Okej. Vishni rrobat e personazhit sepse çdo personazh ka ndjesinë e tij, logjikën e tij, emocionet e tij dhe është bukur, domethënë, si një person i cili shikon gjëra në shumë këndvështrime, është bukur që ta shikosh lojën në rrjedhën e personazhit. Dhe kjo mund të ketë qenë edhe një shpëtim nga realiteti në kuptimin që nga lodhja e çdo dite je futur te dikush tjetër, por shijon jetën e dikujt tjetër në thonjza. Dhe e para ju falenderoj shumë që ishte sot me ne në studio. Falenderoj dhe të gjithë ata që na ndjekin nëpërmjet ekranit. Kjo është Brezi artistëve Qiporica Gjirokastra në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Fato Berberi. Plot pasion, guxim dhe ëndra. Falenderojmë këta aktor të vegjël për emocionet që na dhuruan dhe mësuese Dorina Selfon për përkushtimin e saj në edukimin përmes artit. Vazhdoni të ëndërroni dhe të ngjiteni gjithmonë më lart në skenat e jetës. Shumë faleminderit. Faleminderit. Paçi.